Mirëmëngjes të nderuar miq të portalit Index.al, po japim shtypin e përditshëm për datën e sotme 2 shtator 2014. Si fillim, shtypin e hapim me gazetën Panorama. Para shtëpisë i ngacmoi gruan, vret shokun me 30 plumba. Ekzekuton shokun e ngushtë nga xhelozia për bashkëshorten. Plumbat plagosin edhe gruan e viktimës. Arrestohet para se të aratisej. Të shkrim mund të lexoni më gjërësisht në faqen 11. Flet e veja e diktatorit, Nexhmie Hoxha rrëfem për luftën, unë s'kam gabuar. Vendimi për kuvendin, Topalli s'kemi leadershipin e dur, kreu i PD dhëm për dhëm me oligarkin. Zbardhe debati me dyer të mbyllura në grupin e PD, Patozi, Doda dhe Bregu kundër bojkotit. Nis parlamenti, mazhoranca e majtë dhe PDU rrëzojnë 5 dekretet e presidentit, pakti me rektorët, universitetet e mbyllura ku transferojnë 6.000 studentët, vjedhja e bankës, Ardian Bitraj, pasuria, Bitraj e shleu para kohë kredinë e shtëpisë. Në Tiranë, memoriali dëmtuar, dhunohet memoriali, Lubonja, akt urrejtje ndaj simbolit. Opinion, pse opozita duhet të jetë në parlament, nga Bislim Ahmetaj. Opinion, pavarësia në kryerjen e detyrës dhe gjithëpërfshirja, nga Florian Nuri. Opinion, çeku i bardhë gjerman, nga Blendi Kajsiu. Këto ishin disa nga artikujt e gazetës Panorama. Vijojmë me gazetën e radhës Standard. Gazeta Dita hapet me krye artikullin Nexhmie Hoxha, lufta sipas meje, intervistë nga ngjarje kyç si peza dhe mukja, te histori enigmatike si zhdukja e Floridit Partizan, groposur në pyjet e Elbasanit, që nuk u gjen më kurrë dhe pohimi, po, kemi bërë gabime. Rezar Taçi, kleçka dhe një transaksioni. Anika Enterprise shitja Armos pa dorëzuar bilancet, kërkesa autoritetit të konkurencës. Ujësjellësit e Dibrës rrjedhin miliona por jo ujë. Basha vendos për bojkot, por bojkotojnë të vetët. Ligji për fermerët, barazohet TVSH-ja në blerje dhe shitje, kategori që përfitojnë. Kto ishin disa nga artikujt kryesor të gazetës Dita. Vijojmë me gazetën e radhës Shekulli. PD kundër bojkotit të Berishës. Lulzim Basha përcjell mesazhin e ish-kryetarit për protesta kundër qeverisë. Nexhmie Hoxha, me stratezogut bën mirë, por ai ishte tradhëtar. Rrëfimi i bashortes së ish udhëheqësit komunist, si e ruajti 13 letrat me Enver Hoxhën gjatë kohës së luftës. Vlerësimi për luftën nacional çlirimtare, ish monarkun kujtimet për Qemal Stafën dhe vrasjen e tij. Komentet për zhvarrosjen e të shoqit nga varrezat e dëshmorëve dhe mermeri me cilën u bë memoriali për ushtarët britanik. Lindita Nikola, studentët e universiteteve private transferohen në shtet. Homazhet, Lamtumir Lizalaska, simboli i nënës Labe. Policia e shtetit, kryepolici i Lazaratit nën drejtor në Tiranë. Bedri Ali Mehmeti, një libër me 1200 mbiemrat e familjeve të vjetra tiranëse. Shkolla shqiptare në epokën digjitale, opinion nga Fatos Salliu. Mirdit, dyshonte se i ngacmonte gruan, vret fqinjin dhe plagos të shoqen. Vlorë, 2 persona plagosin me armë biznesmenin e ndërtimit. Seanca e parë ku vendi rrëzon dekretet e Nishanit. Këto ishën disa nga artikujt kryesor të gazetës Shekulli. Vijojmë me gazetën e radhës Shqip. Bien dekretet ku vendi rivoton reformat. Kryeministri Rama, presidenti goditi prioritetet kombëtare. PD-n nuk e presin pafund. Jo vetëm opozit, refuzimi nga Aleksandr Qipa. Ëngjëj dhe djaj nga Leonard Boduri.
Partia Demokratike vendos të vazhdoj bojkotimin e parlamentit, por për herë të parë ka debat brenda grupit, Patozi, Doda dhe Dregu janë kundër. Apelohet vendimi për lirimin nga gjykata të 5 të arrestuarve, publikohen pamjet Ardian Bitraj duke vjedhur lek me thas. Prokuroria gjen guvernatorin në shkelje. Pullani caktoi 2 herë të njëjtin person në krye të auditit. Rregullorja e ndalon. Erion Veliaj fitoi në 50 nga 61 bashki në zgjedhje. Më tepër arkëtime nga nafta, cigaria dhe bira. Dogana të rritje të ardhurash me $22 milion në gusht. Kur kanë kaluar mbi 40 ditë nga zbulimi i vjedhjes në thesarin e shtetit, prokuroria ka zbuluar shkeljen e parë të guvernatorit Ardian Pullani. Me firmën e guvernatorit, shtetasi Ilir Dedja është emëruar në vitet 2012-2013 kontrollor i Bankës së Shtetit, në kundërshtim me një rregullore të miratuar në vitin 2006 nga Këshilli Mbikëqyrës. Këtë artikull do ta lexoni më gjatësisht në faqen 67. NATO të ndërtojnë stabilitet në një botë të paparashikueshme, nga Nikolas Kanon. Ikën në drejtori i policisë së shtetit. Arben Veliko u qelluar nga 2 persona të maskuar. Vlorë plagoset në atentat. Aktoria Liza Laska shuhet. Viktima e kishte akuzuar për lidhje me të shoqen. Mirdit 30 vjeçari vret burrin e së dashurës. Vjeshta, zakonet që duhen ndryshuar për të qenë në formë. Studimi, çaj, lëngu që mban larg vdekjen e parakohshme. Skocia, frika angleze për një Britani të vogël. Këto ishën disa nga artikujt kryesor të gazetës Shqip. Vjojmë gazetën Telegraf. Asnjë në pranga nga 36 agallarët e Bankës Pullani. Disa nga numëruesit e parave që u arrestuan dhe më vonë u liruan nga gjykata punojnë si mirëmbajtës, hidraulik dhe elektricist. Kush i vendosi këta persona të numërojnë parat, edhe pse nuk preken përgjegjësitë e vërtet? Alarmohet Italia. Zbardhen skandale të reja në arsim, shtetet fqinje kërkojnë llogari, pasi 900 doktor janë diplomuar, duke hyrë vetëm 10 ditë në Shqipëri e pa ditur asnjë fjalë shqip. Opinion e koment nga lëvizja antikomuniste polake në kryet e Europës, nga Frank Shkreli. O me popullin o me kupolën, nga Lida Buçpapa. Liza Laska, mëshirimi artistik i nënës Labëresh, nga Sejman Gjokoli. Mozaik aktualitet, rektori Malaj, kreditet për në Universitetin e Arteve dhe afati i fundit për aplikimet. Mjekësi, si të evitoni infarktin e miokardit, mosha kur femrat e ndjejnë se po plaken. Kur pretendohet për turizëm elitar, Agim në Albani, monument qejfi në mes të plazhit. Politikanët. Haralan Kota, me një mik, po bisedoja dhe si çdo populli im, ku dhe mbi shkon dhe gjua, që gjeti Bankën e Shqipërisë. Letra në redaksi. Sadedin Çeliku, nënës që i mungon mbrojtja nga shteti, Shqipërinë e ringjallën rilindasit e vran politikanët. Në 70 vjetorin e dëshmorit të Zagorisë, Pano Xhamballo. Sociale aktualitet. Gjoba dhe sekuestro për mjetet me targa të huaja. Elbasani po helmohet ministre Amedisit Hesht. Ilir Meta shpresoj që sensioni i ri të nisë me të re. Basha, bojkot kuvendit dhe dekretet në kushtetuese. Erisa Xhixho, sfidat e integrimit të Shqipërisë në BE. Flet krye sindikalisti i policisë, Sadedin Fishta, e vërteta e ligjit të ri për mashtrimet me pensionet e policisë. Atentate mafioze, krimi sulmon me armë biznesmenet në Vlorë dhe Tiranë. Autorët ikin në drejtim të paditur. Punësimi në administrat, prefekti i Korçës Ardit Konomi, zyrtarizon urrejtjen e ndasit fetare në institucione. Këto ishën disa nga artikujt kryesor të gazetës Telegraf. Vijojmë gazetën e radhës sot. Plas sheri në Shqup. Berisha kërcënon Topallin, Patozin, Dodën dhe aleatët se kundërshtuan bojkotin e Bashës. PS kërkon hetimin e ndëshkimin e Lulzim Bashës
për vrasjet e 21 janarit. Ministri vetëm në 100 vjet që vrau 4 protestues. Thyet memoriali post-blok, luboj një akt i qëllimshëm nga dora enveriste dhe fëmijëve enverist. Komunistët përplasin me patos lubonjën, nuk bëjmë atentat ndaj figurave të ndyra dhe spionëve. Monumenti u dëmtuar nga zobistët. Nexhmia Hoxha nuk ka vrarë njeri, por mbaje një automatik dhe një revole angleze. Tahiri përmbys kupolën e policisë, i këmbishga disa drejtorë dhe 4 shefa komisariatesh për performancë të dobët. Hapen dosjet e militantëve dhe drejtorëve të PD-s në administratë. Taulan Balla në krye të grupit të punës, në mpunësit në skaner. Rama Berisha rekord në notë dhe në shpartallimin e rregullores së kuvendit. Nishani po na godet në 3 drejtime. Kuvendi nis sensionin e ri me rrëzimin e 5 dekreteve të Nishanit, mungon PD aleatët në seancë. Grupi PS diskuton skandalin Kullani, të gjithë deputetët pro shkarkimit të gubernatorit. Kuvendi do veprojë me urgjencë. Këto ishin disa nga artikujt e gazetës Sot, vijoj me gazetën e radhës Standard. Rrëzohen 5 dekretet, mazhoranca humb shumicën pra paskenat e votimit në kuvend. Rrëfehet Nexhmia Hoxha, historia me mjekun që më dha raporte false, sigurisht Shasëmur. 13 letrat që më shkruajnë veri. Mediat italiane zbardhin rastet, hetimi 900 shtetas italian kanë marrë diploma të pavlefshme në Shqipëri. Kapet pas 3 muajsh trafikuesi 350 kg kanabis sativa. Policia e shtetit ndryshon kupola, largohen nga detyra 2 zëvendës drejtor. Letra 1950, si shperfekti i Mitrovicës në Egjipt, si zbuloj Shqipe në gjuhën semite. Lidhja jashtëmartësore, vritet 30 vjeçari, plagose dhe bashortja e tij, arrestohet autori. 3 mujori i dytë, bizneset dhe individët rritet kredia, bankat lehtësojnë kushtet. Arrihet marrëveshja, studentët e privatit do të transferohen në universitetet publike. Kush do të përfitojë? Fjala në grupin e PD-s, Shqipëria jo me një opozit dekorative përballë krye oligarkut Edi Rama, nga Lulzim Basha. Këto ishin disa nga artikujt e gazetës Standard. Vijoj me gazetën e radhës Panorama Sport. Tirana 100 milion lekë rroga në muaj. Anks për pagesat. Baka Jeturi më të paguari, donatorët të paqartë për përqindjet. Hysembelliu pran firmës me Teutën. Flamurtari, kushta gjoka të bëhet me trim për ndryshimet. Vllaznia, shkodranët afrojnë 2 italianë. Veqaj, Portugalia do vuaj pa Ronaldo, ja si ndalet luzitanët. Partizani me mbrojtësin vrapi. Zbardhen kalendarët për kampionatët e moshave. Borussia Dortmundit mbreti Mercatos. Reali Madridit prezantohet Hernandez e bind Ancelotin. Bllok me Bianin, djalli merr Bonaventurën. Manchester i merr Falcaon huazim për 39 milion euro. Mbyllet Mercato, ja transferimet në Europë. Këto ishin disa nga artikujt kryesor të gazetës Panorama Sport. Vijoj me gazetën e radhës Standard. Tirana Observer. Bojkoti i kuvendit, deputetët kundër Bashas, po imitojmë Ramën. Opinion, është tani koha për të përballur me IS. Sesioni i ri, opozita përçahet që në seancën e parë PDU thyen sërish bojkotin. Votimi, rrëzohen dekretet, Rama Nishani goditi prioritetet kombëtare. Rokada post Lazarat në policinë e shtetit, i këmbishga dhe vjen Çako. Atentat për herë të dytë, ndërtuesit ja 2 pistat me policinë. Mbyllja universiteteve private, studentët do regjistrohen te publiku. Si ta dekostifikoni trupin nga duhani dhe nga kafja? Kush janë arabët nga Velis Tapa? Barbarit greke 100 vjet më parë në Tepelen nga Xhezo Cana. 2000 të agentit shish rajnë policët rrugor.
Vritet 30 vjeçari dhe plagos bashorten për xhelozi. 9 vjetori i vdekjes, komentatori Frederik Fico, njeriu i dy pasioneve. Dhe me gazetën Tirana Observer kemi përfunduar shtypin e ditës për datën e sotme 2 shtator 2014. Ju falenderoj për vëmendjen. Vi takojmë sërish nesër.